i kanë falur, i kanë dhënë, ja kanë shitur, në mënyrë nuk e din, nuk e di sa qindra hektar nga parku arkeologjik i Botritit i kanë falur privatit. Ja kanë shitur, ja kanë dhënë, nuk e di se në mënyrë e justifikojnë, por ja kanë dhënë ama. Ju duket diçka normale kjo? Një qeveri shqiptare bën gjë tjetër. Të vinte kjo e fundit e Zvernecit. E përsëris, unë do doja shumë që në vendin tim të investoheshin, jo 4 miliard, po edhe 400 miliard, të pafundësisht, që të bëj vendit më i bukur që ka planetin. Por jo në kurriz të shqiptarëve, në shkuptim në kurriz të shqiptarëve. Po stimulojnë shqiptarë që t'ikin, të largohen. Shqiptarët nuk kanë besim të kjo qeveri, nuk kanë besim të kjo politikë, nuk kanë besim të qeveria që ishte përpara e krahu tjetër, pra nuk kanë besim më të këto politika. Dhe dalin dhe protestojnë sepse nuk kanë besim, kanë frikë se aty po shesin territor shqiptar. Janë 16 kilometër, Shqipëria ka rreth 380 kilometër vijë detar. Një 20 kilometër i kanë marrë me portin e Durrësit atje sipër. Ai Palacios ka marrë dhe ai një 10-15 i ka marrë dhe ai diçka tillë, pak a shumë. Këtu janë 16 kilometër që shqiptarët nuk do të kenë më akses sepse nuk do jetë tokë atyre. Kur them shqiptarët, shteti shqiptar. Si mund të mos kenë dyshime shqiptarët? Një krah ti përzën shqiptarët. Në krah tjetër i thu presidentit që të japë në shqetësi, se aty vazhdojnë japin në shqetësi. Lehtësojnë marrin në shqetësi. Vazhdojnë nga kudo që vinë marrin në shqetësi. Ku e dim në nesër se aty mund të bëhen hotele apo rezorte apo vila për 50.000 vetë, për 100.000 vetë. Kush i garanton shqiptarët që nesër aty mund të vendosen dhe 100.000 vetë që vendosen me një motivacion. Që aty kanë një aeroport, kanë një port, kanë 16 kilometër linjë detare, shpallin dhe qytetin e tyre, krahinën e tyre. Pasi bën qytetar shqiptar, legjislacioni jonë është shumë i thjeshtë për të marrë në shqetësim, dhe duke qenë qytetar shqiptar, ato pastaj mund të bëjnë çfarë. Dakor. E para. E dyta, premisat ishin që përpara, me atë fantazinë e atij shtetit Bektashi, me atë fantazinë për të falë territor një sekti fetar apo një drejtimi fetar, nuk do i falet as krau katolik, as ortodoks, as Bektashi, as musliman, as një fe. Nuk mund t'i falet territor i shqiptarëve. Nuk falet, nuk cedohet sovraniteti.